Ish banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Miri është ribashkuar sot me familjen e tij, duke i dhënë fund zërave që qarkulluan në rrjet për një krisje në martesën e tij pas daljes nga shtëpia. Në Instastory, Miri ka ndarë një video emocionuese nga momenti i takimit, ku shihet duke përqafuar vajzën e tij, ndërsa vëmendja e ndjekësve u përqendruar dhe te prania e bashkëshortes së tij, Rabea, e cila është komentuar gjatë gjithë kohës së qëndrimit të tij në reality show. Nga pamjet e publikuara, duket se mes çiftit nuk ka hatërmbetje, pasi në takimin e parë ata shfaqen të afërt dhe madje shkëmbejnë një puthje në buzë, duke treguar se marrëdhënia e tyre mbetet e njëjtë. Ndërkohë, edhe Rabea ka reaguar në Instagram në mënyrën e saj, duke postuar një selfie pranë Mirit, ku të dy duken të qeshur dhe të relaksuar. Ju përshëndesim, shkroja jo mbi foto duke shoqëruar me një emoji zemre. Detaj interesant ishte edhe kënga vendosur në prapavi, hiti i USA Family, i titulluar Në krahët e tu do jem, një mesazh i thjeshtë por i qartë për harmoninë e çiftit. Ky ribashkim vjen vetëm pak ditë pasi Miri kishte sqaruar publikisht ftohtësinë e përcaktuar nga publiku gjatë dhe pas finales së spektaklit, duke theksuar se mëngesa e bashkëshortes nuk kishte lidhje me asnjë problem mes tyre. Ai u shpreh se arsyeja ishte këtë praktike, angazhimet e saj në Gjermani, ku ajo jeton dhe punon.